ndërkohë, do të lidhemi me gazetarin Ardit Hoxha, ku siç përmendi dhe gazetarja Eksolia Shehu, në selinë e Partisë Demokratike po zhvillohet një mbledhje e deputetëve lidhur me qëndrimin që do të mbajnë për miratimin e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kemi gazetarin Ardit Hoxha. Ardit, të përshëndes. Çfarë po diskutohet në selinë e Partisë Demokratike, Ardit? Përshëndetje, Denis. Për në fakt, për disa minutash ka nisur një mbledhje e grupit parlamentar fill pas seancës së zhvilluar mëngjesin e sotëm, ku kaloi për diskutim dhe u miratua në parim në fakt marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe asaj amerikane lidhur me armatimet, dhe grupi parlamentar demokrat është mbledhur për të diskutuar dhe do të ketë një vendimarrje për atë se si do të votojnë demokratët në parlament. Sigurisht problematika kryesore paraqitur gjatë seancës nga kreu i grupit parlamentar demokrat zoti Bardhi, por edhe vetë zoti Berisha, ka qenë mungesa e transparencës, pasi kanë pretenduar se kanë vetëm kokën e dokumentit, por jo të plot përmbajtjen e tij, e për këtë kanë kërkuar nga ana e majorancës socialiste dhe nga shërbimet e kuvendit që do vihet në dispozicion e plot marrëveshja për cilën ata do të shprehen. Sikurse e thash, për disa minutash ka nisur mbledhja e grupit parlamentar demokrat, ende nuk ka një vendimarrje lidhur me këtë gjë, ndoshta në minutat në vijim pritet që edhe të zbardhet dhe të zbulohet vendimi që demokratët do të mbajnë në seancën që është planifikuar për të nisur në orën 15:00. Po, Nancy. Ardit, sa pritet të zgjas kjo mbledhje e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Po, sikur se e theksova, ka vetëm pak minuta që kanë nisur, ndoshta në varësi të diskutimeve që do të zhvillojnë dhe do të kenë deputetët demokrat për gjatë mbledhjes, do të përcaktohet edhe kohëzgjatja e kësaj mbledhje të paparashikuar, në fakt një mbledhje jashtë rutine e grupit parlamentar demokrat, sepse sikur se e theksova edhe më herët, është lidhur drejt për drejt me qasjen dhe me qëndrimin që Partia Demokratike do të ketë për marrëveshje, pra dhe mënyrën se si do të votojnë ata për këtë marrëveshje të prezantuar nga majoranca socialiste, nga qeveria më saktë vetëm pak minuta më parë në nisje të seancës sotme plenare. Ndërkohë, nëse mund të më lejosh, Nancy, për të bërë edhe një përmbledhje të asaj se çfarë ndodhi sot jashtë parlamentit, pra te diskutimeve dhe debateve që janë zhvilluar brenda në seancën plenare. Për gati 3 orë ka pasur protest në të gjitha cepat dhe rrugicat për rreth parlamentit, pavarësisht masave të rrepta që policia kishte marrë duke ngritur postbloqe dhe gardhe metalik në thuajse të gjitha rrugët për rreth godinës së parlamentit. Sigurisht nuk janë shmangur tensionet. Në disa momente ka pasur 2 persona të ndaluar të paktën që i kemi parë dhe i kemi përcjell drejt për së drejti. Mbetet për të parë nëse nga policia do të ketë një njoftim zyrtar lidhur me personat e shoqëruar apo të ndaluar gjatë protestës sotme, edhe pse duhet theksuar se krahasuar me protestat e mbarshme tek parlamenti, aktet e dhunës apo përplasjeve mes protestuesve, policisë apo edhe deputetëve të majorancës kanë qenë më të pakta, kjo në fakt edhe për shkak të planit mjaft të rreptë të masave që policia kishte aplikuar sot, duke bllokuar pothuajse në një hapësirë prej gati 1000 metra në vijë ajrore për rreth parlamentit, pra gjithë rrugën ku ndodhen në këto momente në rrugën George W. Bush e bllokuar në të dy anët, qoftë në hyrjen nga krahu i qendrës së Tiranës Sport, qoftë edhe në hyrjen tjetër atë tek bulevardi Jeanne d'Arc apo edhe kryqëzimi i rrugës së Elbasanit. E bllokuar ka qenë përgjatë gjithë kohës dhe vijon tjetër të tillë edhe hyrja e pedonale së Tiranës, qoftë kjo nga krahu i rrugës në Urës së Tabakëve apo edhe në krahun e bulevardit Dëshmorit e Kombit, pra duke krijuar një lloj perimetri shumë të gjerë sigurie, çka i ka lejuar policisë që ta administrojnë ndoshta më qetë këtë protestë të ditës së sotme, duke mos lejuar asnjë lloj momenti konfrontim apo kontakt fizik mes protestuesve dhe deputetëve, të cilët
sot, ndoshta për dallim nga seancat e mëparshme kanë mundur që të futen më qetë në brendësitë të ambienteve të kuvendit, duke qenë se kjo ishte në fakt edhe seanca e fundit plenare për këtë sesion deri në rinisjen e kuvendit në muajin shtator. Po ashtu Arditi, kemi informacione se sa forca policie ishin të angazhuar për mbarvajtjen e protestës organizuar sot parlamentit? Nuk ka një numër eksakt, por ajo që unë mund të konfirmoj që e kemi përcjell drejt për drejt me ekipin e Euronews Albania, së bashku dhe me kolegen Matilda, që kemi qenë në terren, ka qenë një numër i shtuar, krahasuar kjo me radhët e mbarshme të protestave që janë zhvilluar parlamentit. Për shkak se përveç efektive të policisë së rendit, ka pasur një prezencë të madhe të efektive të FNSH-s, të forcave shqiponja dhe të gjithë strukturave të policisë së shtetit, të cilat kanë qenë të angazhuara, sikur se e thash, për të garantuar që në asnjë moment protestuesit të mos kenë kontakt apo të konfrontohen me deputetët. Për të shmangur ato skena që i kemi parë në fakt gjatë javëve të shkuara ku deputetët janë qelluar me ujë, me miell apo edhe me vezë nga protestues të irrituar, të cilët në fakt nuk kanë kursyer asnjë prej palëve të deputetëve, qofshin këto të mazhorancës, por në disa raste inatin e tyre kanë shprehur edhe ndaj disa prej deputetëve opozitës, duke dëshmuar në një farë mënyrë edhe atë se çfarë kjo protestë për gati 2 muaj tashmë ka dëshmuar, një kërkesë parësore sigurisht për dorëheqjen e kryeministrit Rama, por edhe më tej për të ndryshuar gjithë klasën dhe elitën politike në vend, duke kërkuar një lloj Shqipërie të re, një lloj ndryshimi të gjithë klasës dhe të leadershipit politik në vend. E qartë Ardit, falenderoj për këtë lidhje, ndërkohë që do të jemi sërish